Pasi ndodh shërimi ynë i brendshëm, si mund të punojmë në zona të tjera të jetës sonë? Ja disa këshilla praktike për ju. Së pari, hiqni dorë nga shëndrimi cinik dhe mosbesues kundrejt çdo gjëje dhe çdo njeriu dhe hetoni plagën tuaj. Përcaktojeni atë, pranojeni dhe punoni me të. Së dyti, mësoni të komunikoni drejt. Mos i fshihni emocionet tuaja dhe mos kini druajtje apo turp të ndani atë që po përjetoni. Njerëzit nuk mund t'i dëgjojnë ato që ju nuk i flisni. Mos u tërhiqni nga njerëzit tuaj të dashur, por shpjegojuni atyre se pse ju duhet të bëni disa hapa pas. Së treti, vendosni të falni. Merrni vendimin e ndërgjegjshëm të falni, duke u përpjekur të shkëputeni nga e shkuara. Kjo mund të kërkojë kohë, por përkushtimi për ta bërë këtë është gjëja më e rëndësishme.